Përshëndetje. Urdhërimi i katërt thotë: ndero atin tënd dhe nënën tënde. Dhe Luteri shpjegon kështu: ne duhet të kemi frikë dhe të duam Perëndin, që të mos i përçmojmë prindërit dhe ata që qëndrojnë mbi ne. Të mos i provokojmë që të zemërohen, por t'i nderojmë, t'i bindemi, t'i duam dhe t'i respektojmë ata. Ky urdhërim ka të bëjë me më shumë se sa familjen. Ka të bëjë me dhuratën e Perëndisë për rendin e botë. Prindërit janë të parët që na tregojnë kujdesin e Perëndisë. Përmes tyre, ai kujdeset për ne, na mëson, na udhëheq dhe na mbron. Prandaj duhet t'i nderojmë edhe kur është e vështirë. Por urdhërimi shtrihet edhe për te shtëpisë. Luteri flet për eprorët. Pra, për të gjithë ata që kanë përgjegjësi të shërbejnë dhe të ruajnë rendin. Mësuesit, drejtuesit e punës, autoritetet dhe të tjera që mbajnë përgjegjësi. Kur i nderojmë ata, në fund nderojmë Perëndin që ka vendosur aty për të mirën tonë. Kjo nuk do të thotë bindje verbër, por një qëndrim zemre me respekt, mirënjohje dhe dëshirë për të bërë të mirën. Përmes kësaj, Perëndia krijon paqe dhe strukturë në jetë, si në shtëpi, ashtu edhe në shoqëri. Dhe për këtë arsye duhet t'i nderojmë. Në videon tjetër, do të vazhdojmë me urdhërimin e pestë. Shihemi.